Një shpërthim I fuqishëm ka ndodhur mbrëmjen e së premtes jashtë godinës së kompanisë Hellenic Train në bulevardin Sygrou të Athinës. Autoritetet greke konfirmojnë se fatmirësisht nuk ka pasur viktima, ndërsa hetimet për ngjarjen po vijojnë intensivisht. Pak minuta para shpërthimit, në orën 20:53, dy media greke, portali Zugla dhe Gazeta e Redaktorëve, morën një telefonat anonime që paralajmëronte për vendosjen e një bombe, duke dhënë një afat kohor prej 35 deri në 40 minuta. Sipas informacioneve paraprake, mjeti shpërthyes ishte vendosur brenda një çante shpine të mbyllur me drynë, e cila ndodhej mbi një motociklet pa targa pranë godinës së Hellenic Train. Forca e shpërthimit ishte aq e madhe sa u dëgjua edhe në sheshin Sintagma, në kohën kur po mbahej një protestë e pensionistëve. Për fat të keq, edhe pse njësitë speciale të policisë greke kishin mbërritur në vendin e ngjarjes, nuk arritën të kryejnë një shpërthim të kontrolluar në kohë. Të gjitha mbetjet po analizohen në laboratorët e mjekësisë ligjore për të identifikuar llojin e eksplozivit dhe mënyrën e vendosjes së tij. Hellenic Train mbetet në qendër të vëmendjes publike pas tragjedisë së Tempi 2 vite më parë, ku humbën jetën 57 persona. Ngjarja ka ringjallur kritikat e opozitës ndaj qeverisë greke për mënyrën si po menaxhohet përgjegjësia për atë aksident.